Allah shpëlef thosh të ligjëratën, e kemi disa pyetje. Pyetja parë thotë selamu aleikum hoxhë nderuar. Cili është gjykimi i Islamit dhe këshilla juaj hoxh për atë burr të cilin gjatë zemrimit me gruan e tij nuk e përmban veten dhe thyen sende dhe bën shkatrim në shtëpi duke akuzuar në fund se shkaku i kësaj situate është gruaja e tij. Por duke marrë parasysh se kjo situatë ndodh shumë herë, jo vetëm një herë, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e zemrimit, e hidhrimit është dy lloje. Një hidhrim i zakonshëm edhe një hidhrim jo i zakonshëm. Njerëzit në përgjithësi hidhrohen me hidhrimin e zakonshëm. Dhe hidhrimi i zakonshëm është i kontrollueshëm. Hidhnohet njeriu e përmban veten. Hidhrimi i nervoza e pazakont është kur njeriu hidhrohet në çat nivel dhe nuk din me kontrolluar veten. Në aspektin shariatik, hidhrimi i cili e tejkalon logjikën e personit që është hidhruar nuk ka gjëna. Por, ky njeri kur hidhrohet në këtë mënyrë, kë në hidhrim e sipërt e dëmton veten e vet, edhe i dëmton fëmijët e vet, edhe nuk din me peshue cila është e mirë, cila është e keqe. Pra, ky kur hidhnohet, nëse është detikat, këtë bitë detikat, mytër, se u hidhnu e ka tejkaluar logjikën e vet. Ose ai që hidhnohet detikat e nuk vjen për veti, po të shtyn ty, nuk është që u hidhnu çaq shumë bashkë. Se ky din me ndrojt veten, edhe din që gjatë hidhnimit me i dëmtu të tjerët, ama veten se dëmton kurrë. Ky është hidhnim i zakonshëm. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khairukum ma ahlihi. Më i miri juve është ai që është më i mirë me familjen e vet. Nëse një burr të shtëpia çdo të fjalë i dhënohet e thësenet, kur të ludhe, kur përballet me organet të rrethit, të shndillohet hiç, të shndillohet aty o bac. Kanë zënë të mi thësenet, ama jo sa aty e din. Të shtëpia din se gruaja s'ka çka i bën, fëmijët s'ka çka i bën, nëna s'ka çka i bën, baba s'ka çka i bën, dhe kjo probleme në shtëpi. Kjo është një. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë më i miri për ju është ai që është më i mirë në familjen e vet, në shtëpinë e vet. Dhe gjonat në familje, në shtëpi nuk zgjidhen tu u thyje senet, po zgjidhen duke i sqaruar, duke i mësuar dhe më kallëzuar ku është gabimi, më kallëzuar si njëri. Pastaj në këshill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pyet sahabiu, kur ka kërkuar këshill, më këshilloi dërgumi i Allah, pejgamberi sa më tha mos u hidhno. Këshilloi diçka tjetër, apet mos u hidhno. Këshilloi diçka tjetër, mos u hidhno. 3 herë. Po çfarë është e rëndësishme mos me u hidhnu. Në një hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kudo që hyn vrasësia e prish, kudo që hyn butësia e rregullon e ndreq. E kjo është më e dura më vonë familje. Në përgjithësi duhet me qenë butësi. Vrasjen e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm raste. Edhe atë kur shkeleshin dispozitat e Islamit. Ja më duam se s'u bë buka, se s'u bë kjo, se s'u bë ajo. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur në jetën e tij nuk u ankua te familja vet për ushqim, kur në jetë asnjëherë. Kur nuk ka thonë që ushqim s'ka ka i mirë, as pas ka kryp, as nuk ka zi, as nuk ka bie, kur hiç kur. Mirë, nëse si ka pëlqy e kalon, amas ka bën kiametin se pje buka mirë. Kiametin do të më bën nëse the dispozita. Ta njerëzit bojnë haram aty kërse në orte, që kur të bëhet diçka në problemi, nëse është kështu, është gabim. Nëse është për shkak të thyrjes së dispozitave, edhe që ajo që po në fundit,
kjo ndodh shpesh. Do të më këshyre, mos ka dikush që ka nervozon njërin për një meqat shpesh. Ky po nervozohet shumë shpesh. A mos si të bë nervoz ti? Do më po, edhe anën për veti. Nëse është të nxit dikush njërën më idhnu, do të me përmirësua veten, kush është duke nxit për më idhnu. Nëse nuk është e tillë, atëherë më këshilluar me ato që kanë ardhur në Kur'an dhe ato që kanë ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.